أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بالسنة إلى يوم الدين وبعد اللهم falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kanë Allahu subhanahu wa taala udhëzon rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që humb ndërsa të cilën të humbur nuk ka kush që udhëzon rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet pejgamberit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pasur, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Me lejonin radhë të parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Hadithi e 27 na flet për një temë të rëndësishme në jetën e besimtarit që duhet të jetë. Ajo është për vlera e udhëzimit në të mirë, vlera e udhëzimit në të mirë, domethënë shpërblimi, me thonë me fjalë më ndryshe, shpërblimin që e ka ai i cili i orienton njerëzit ka e mira. Zotën Allahu te bareke ve taala këtë ummet e ka dallu prej ummeteve të tjerë, prej popujve të tjerë që kanë qenë para neve me një gjë. Çka është ajo? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allahu thotë ishit ummeti më i mirë i përzgjedhur në mesin e njerëzve. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kur ju urdhënonin të mirë edhe ndalni për të keqes. Wa tu'minuna billah, dhe besoni Allahun subhanahu wa ta'ala. Domethënë, ky ummet është dallu për ummeteve tjera apo për njerëzve të tjerë me një çështje, me çështjen e urdhërimit ka e mira. Mi orientu njerëz ka e mira dhe me ndal prej të keqes. Është hadithi i Ebu Hurajres radhiyallahu anhu që Sheikh Sadlani rahimahullah e ka përzgjedh, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ky hadith gjendet në koleksionin e Muslimit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kush thret në udhëzim, do të ketë shpërblimin atë sa e kanë edhe ata të cilët e pasojnë ata. Pa u zvogluar do të thotë as pak shpërblimi tyre. Por kush edhe thret në lajthitje, domethënë në punë të këqija, do të ketë mëkat po aq sa kanë ata që e pasojnë, pa u zvogluar as pak atë mëkati atyre. Shesha subhanallahu, ky hadith pe i tregon dy gjëra, të mirën e udhëzimit edhe të keqen e të keqes. Domethënë kur ti edhe une i thrasim të tjerët në të mirë, i thrasim punë të mira. Nëse ata na përgjigjen neve, shpërblimi i përgjigjes apo kostja e çasaj thirrjes që e ke bo është ke me marrë sevapin e çasaj pune që ai e ka bo, apo ai që e bën, pa të paksuti. Për shembull, tash për jep një porosi për gjithë juve prindërve. Ju që jeni prind, për ju kjo porosi, po edhe juve të tjerëve që halosin i më prind, Zoti ju bof nasib më bo prind. Për shembull, mësaja unë i fëmijëve të ju i surën Fatiha. Na shpesh, tash kjo po bjen një farë, si be thonë, me thirrë, me bo thirrje kundër vetes. Po këtë rasën e bëj kabull këta votan. Se ju shpeshat na i pru një fëmit na me jo mësu. E na jo marim që shpërblim juve. Jo mësojmë Fatihan, jo mësojmë namazën e krejta votan. Hajde ta bëjmë një marrëveshje, një pakt në ndërmes veti dhe të bashkëpunojmë. Mësaja djalit tënd, mësaja vdesin. Unë e thash Fatihan, mësaja vdesin. I vogël, 6 vjeç sa i ka me rautan. Ata këta të veçjit e ke po kanë qef me lut moja, ato kënaqen rautan. Ti duket që po lut moj pa jam son, atë mëson avdesin ato. Ama i tani sa hart në ravdes se vapi dy shkon. Mësa surën Fatiha.
Mësoj namazin. Unë e kuptoj ka një herë shqetësimin, jo ka një herë, po se gabova këtë, nuk duhet me thonë ka një herë, po e kuptoj shqetësimin e qafirave, po besimtarëve. Pse na bojnë në stop neve hygjim? Se ju pengon se na si musliman e kem etikad, e kem bindje se duhet me i thirr njerëz në fenë e Zotit, duhet me mësu fenë. Edhe për atë na i thrasim njerëz në fenë Allah subhanahu wa ta'ala, që ata me madhru Allah subhanahu wa ta'ala, edhe njëjtën kohë, ky nuk është qëllimi kryesor, që ky qëllimi kryesor s'është joni. Qëllimi kryesor nuk është për sevape, se na punë nuk i bëjmë për sevape, ne i bëjmë për Allah, se me i bë punë për sevape, njëri bjen shirk. Kjo në mesele pak e holl adil, atje në akide, duhet bajegi me lexu në akide për mi marrë vesh këto mesele, u thon. Zvon tha unë po fol nëse do të hyj në xhenet. Shirka, ajnë është shirka që kjo. Jo, unë e falë nëse Allah ka urru mu falë. Gjenneti është pjesë do të të vjen mbas këseja, ama qëllimi përsor, do më thonë, gajetul ibade, qëllimi kryesor i adhurimit është, qka? Madhru Allah subhanahu wa ta'ala. Që ta ulemati kanë përmend, që to që ka i përmend une, i kanë përmend kur kanë folë për çështjen e shirkut. Çështja e shirkut është e madhe, dashurit e mi, nuk është çështje e vogël. Pejgamberi sallallahu është frigu për Ebu Bekrin e për Omerin e për shokët e vetë, ka thënë akhafu ma akhafu aleikum shirkul asghar, për llojin e shirkut. Ka thënë gjë që më shumë ti më frigon apo e kam një frikë për ballë juve është shirku i vogël. Që është ka? Është riaja, syfatësia. Ai bëhet do kur të vjen hin xhami, mashallah te barakallah. Djalis namazit, Allahu akbar. Kul huwa Allahu ahad. Tak banderan, kul huwa Allahu bëhet amma yatasaalun. Kjo problem me njetin. Shumë problem. Qëta edhe Sufjan al-Thauri, rahimahullah, thot e kom bo ilaj, jam mundu me e shëru njetin 20 vite më ka po të lashe. La ilaha illallah. 20 vjet. Na i kena do që 20 dit ja galis bufal, edhe mashallah, aja min ajatillah. Thosh ky mashallah, ky Sufjan al-Thaurat ti palon si qibritat. Si fite qibriti që shpalohen, që ashtu i ta palon kështë Sufjan al-Thauri. Aj Sufjan al-Thauri, tëna aj alim, tëna aj allame, 20 vjet kombothet për pjekje, me shëru kanë njetin tem. Wallahi njeti është çështje e madhe, dashur, nuk pranohet asnjë vepër të Allahut subhanahu wa taala, po që njeti i pastër për Allahun subhanahu wa taala. Është çështje e madhe. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonë innamal a'malu binniyat. Veprat që shblehen sipas njetit, sipas qëllimit. E kur jam te njeti ku e ka zemrën, ku e ka vendin, se ku e thash ku e ka zemrën, ka thënë ku dëm dhomi çka nguha. Unë e po ta njet me përmend zemrën e përvelda për ora. Ku e ka vendin njeti? E ka në zemër. Vesh një vend duhet me po njetin me gjuhë. Ku? Kush e din? Hajde djemë të ri, Anes. Umre, sende, se e konë numre, se ta tash Anes, ti e konë numre. Numre du të me thonë, lebejk Allahume umreten. Aman, pun tjera, nuk ka nevoj me bo njet me goja, me lodh t'i vetën me lodh, sa shkan me marr avdes, me thonë, o, zët, jam arë që tu, po du me marr avdes, po du me fali qindin e kështu, ashtu, ja, sa i Allah e din ti po shkan. Pse hinë në banjo ti? Me marr avdes. Pse erdhe në xhami? Me fal namaz. E shumë pun tjerë, do të thotë me një fjallë, njeti dashurit e mi, e ka vendin në zemër. E ka vendin në zemër. Edhe e ka pozitën e madhe, njësam, role zotën, njeti pa qenë i pastër për Allahun subhanahu wa taala, vepra nuk pranohet. Me qenë e sinqert, se mu pranu një vepër të Allah, duhet mi plëcu dy kushte. E para me qenë e sinqert ajo vepër për Allahun subhanahu wa taala, edhe e dyta me qenë për puthshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me traditën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për atë arsye dashurit e mi, na si musliman e kem detyrë, kjo vazifja
Puna e një muslimani është mi thirr njerëz në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. A di sa kanë sakrifikuar muslimanët e parë të hershëm dashurit e mi për m'ia mësua fen njerëzve? A di sa kanë sakrifikuar? Ka pas prej tyre që ka bën me muj rrugë me shku m'ia mësua islamin tjerëve. Po më kallzon një xhamatli jemi, është tregtar, tha më kon kin hoç. Në kin tha atje, u takova tha me do musliman, ish xhamia e Sa'd ibn Abi Waqqasit. Edhe më kin tha pretendojshin banorët e Kinës naim, pretendojshin naim se atje, do më thonë, e ka ndërtu Sa'd ibn Abi Waqqasi. Para me ndo Kina, dikush Kina, prej Arabisë Saudite. Me shku den Kinë, kohën e Sa'd ibn Abi Waqqasit, para 1400 viteve. Para me ndo, nuk ka tash po ka, po kena në ka begatu Allahu me mirësit e kësaj kohë, për shembull aeroplani. Ka plot, do kena familjarë tonë që jonë në Amerikën e largë atje, në Australi atje, largë. Qëta shkur isha në Bajram të një akreba, e ka e vladin në Amerikë, thash pësë përshkane e tha, po pritaj me shku, me edhe patutna, dhe bezda tjetë, në kohë gatë, kash ore, kështu e, thash la ilaha illallah. Komoditet, dvjen ajo, si herdezat vetë kohë pas kohë, adën me pi diqka, ndërsa sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, si kurse Sa'd ibn Abi Waqqasi, kanë bri me shku në Kinë, me ndërtu një shtëpi për shtëpive të Zotit. Te edhe në qa kena bo për dinin e Zotit. Pyte, du të me pyte vetë, qa ki bo ti për Allahun, qa ki bo për fejnë e Zotit, falna që 20 vjetë ho, gjajtho që 30, që 40, 50, qka ki bo bre, aja u kemsu Fatihan e vladve tu, aja u kemsu avdesin. Na nuk po lypim pun të mdhaja se qëre, ta shune nuk du me në gjallë pesimizem, po si kena nasyt për pun të mdhaja. Tjerë, dryshe duke në ata që i pojnë pun të mdhaja. Ata që lirus të votan, vëllaj ta shpëtu me përmen që mësë mu stërzgjat, veç isha të ledzu për dikan, që ka jetu para 700 viteve. Vitin 700 hijri, ka lind. Kret jeta e ti, edhe kret jeta e vladve ti ka shkull të bo gjihad. Kanë janë hike mendja, të lecu për jetën e ti, e për familjen e ti, të shakën, qa kanë bo mërë ta njerëz, veç kanë mendu, ama që kanë mendu, ata kanë mendu me mendësine shëndosh, që me qu fjallën e vërtet të gjdo kush me qu, mi jam su fjallën e vërtet gjdo kuj. Që kjo puna e muslimanit du të me pas dert. Na jetojmë një kohë, po më vjen keq që për thëmë edhe s'kisha pas qef, me anë kësi pozite, po du të me thonë, me jetu dikush me babën e me nanën e vetëm edhe me vlaun e vetë, edhe mës me pas gajlen e babës edhe nanës për dinin islam, veç në zemonin tonë shëu. I del ku mu marë me krejt dynjan, me krejt musliman t'i merë ku me kalzu kushon dalalete, kushon sënete, kushon bidate, kushon asje, ka pësës po du mi zvoglu këto po me bidat që i kanë fe. Jashtë sënetit ka njerëz, ama veç me dawabit, me regula. Kur du të mi thonë dikuj, bidaci, thojmë bidaci. Kur i thojmë dikuj qafiri, thojmë qafira, ama me regula. Ama jo me e kalu dikush kohën të në ditën e, këtë jeta mi shku të i thonë dikuj qafire bidaci, ndërsa baba vetë s'ban namaz. Motra vetë s'falet, vlau vetë nuk falet, doja vetë s'falet, migja vetë s'falet, ajt jeti s'falet. Kush dënë mishtia ta bu falë namaz. Unë i kom thonë, dove pak i kom thonë në formën e humorit zi, po i kom thonë, hajtë njëftana ju me familjarë të ju, se na i thirim inshallah në islam. Te meru me mu, këshër me mu gabimet, ka të hetë si mos po bëj dëj gabim, a unë inshallah ja kalzoj babes të në islamin gjysh duhet, apëton. Ku ka pas shumë dhe sahabët e pejgamberit s.a.s. Për du me ja u përmen një rast gajlja e udhëzimit dashurit e mi. Ati që i zemra i kallet për familjarën e vetë, vallaj ati që si kallet zemra, kur e shë babën e vetë dhe nanën edhe vlaun edhe motrën e grune ku ta diune e shë që s'po bën namaz e s'pe i kallet zemra pasha zotën që atë zemrë du të me këshyr mja bo një 5-6 stenda mja qitë mi qarkullu gjaki pak ma mirë se së tu i qarkullu gjaki mi në zemrën e ti. Qëre sahabët e pejgamberit s.a.s. që kanë pas gajle Ebu Hurajra radiallahu anhu, këj sahabi i nderum, në ditë për i ditëve o shku të nana e vetë, edhe i ka folë nanës për islam.
Ka thonë nana ime Islami është kështu. Në fund, leqë se ka pranu Islamin, po ja ka nisë edhe me shajt e Abu Hurajra dhe ja ka shajt pejgamberin s.a.s. Kër e ka shajt pejgamberin s.a.s. Abu Hurajra u mërzitat shumë edhe u këthy po vend e pejgamberin s.a.s. tu kajt. Peshe pejgamberi a.s. bi thot, oje Abu Hurajra, qka ki që pëkom? Ja Rasulallah, thot, shkova me e thirë nanën në Islam. E i fola për dinin Islam, e i fola për ty, ja Rasulallah, leqë se pranë Islamin, po dhe qajti ty, ja Rasulallah. Ama nuk tha, ja Rasulallah, ajo është qafireshe modhe, ja Rasulallah, ajo komu konë gjehenem, ja Rasulallah, musman di për ta, po të ka njerë, mundoj mi kalzu, mus kujt me kalzu, qa shkoj mon, a i se ka gajle, qëre, na kofrin, qdo kuj, koft i babes e i nonës e kuj do kofrin a du të më urejt, se kjo është për imanit. A me pas kujdes, kur të folë për babën, si me folë për një kojshi, sa shtu ka dalë, kur të thush se e kirë, zotin arrujt babën, pa besimtar, ti besak vallaj e bëtu barë goja, tu e qitat fjallë, nuk është qudë, dhe pas dëshmëri. Ama e burera, qka i tha? Tha, ja Rasulallah, që kjo është dalimi mes neve dhe sahabeve, se qëllimi i sahabeve ka qenë mi shti njerëz në fe, a qëllimi janë, plot për neve në zemunin tonë, mi u kalzu në sofetari jena. Une, kur të vjen sabah i këtu, as-salatu khairu minan nawm, del sabah dhe ishe, u bofshin 15 veta, unë që ka të dush t'jepi. Edhe në kofshin pishtu me 15 dhe ndonja, përveç kjo dyve, që i kom, Allah i rujte i uzofte, ja u shtoft uzimin, që jonë ma të rrisë se 20 vjeqarë. Njën janë nëse s'ga bëjo 19 vjeqarë, tjetëri është aty, 22, tjertë janë 40 e nëlte. Ko janë tjertë? Pasha zotë nga njerë po vjenë bare, edhe po tutë nësune jom një fartipi pak interesant, kër e folit drejten, kom qef me pranu, dikur me bo mës me pranu, me ma këthy kesh tani e shty deri, e që edhe ma lërë, gjerë po bidhë do të rriqë, do me i dollë, pëse s'delë sabat i zotni? Qka të pengon ty zotni me dollë sabat? Lejat plakin, a gjirahmoni me dosh me ardë për shpisës, vetë deri këtu, avëtan, në kohëm kërës dim me grasën, vjena avëtan, s'ka qësh me ardë avëtan. Po ti djalliri avëtan, bicikull po, komt, ma shpejt se bicikla i hecin. Jeta ka qenë, ja, me se s'ka qenë, o i ki do qenë zemër ti. Të kanë hi do qenë zemër, që ty du ta hongër zemër, ka pak, që ta qenë me mujtë me i përzot për zemërës, këta qenë të rrugës, vallahi kanë me talëshu rrugën. Billahi tallahi, me dal njeri lilla për shpis. Vallahi kur del për shpis pasha zotën, edhe qenë të rrugës largohen, si binë që asaj rrugë ka i bjenë kë. Ku më rekalon zotin një njeri, o pa e ka harun një njeri, kur ajo dalë për hirtina. Unë në gjo, tash s'pan me i përmen, unë në gjo me emna, djem, tash janë ka njësë mu plak. Në gjo do djem që, kër i kanë pas 18-19 vjetë, pasha madnin e zotit kanë kalu, ka jo ka një qenë, po ka plët qena votan, për me dalë me falë sabaj në gjami. Mos me hup sabaj në gjami. Ftoft, -20. Jo kësi ftoft i qtash, se për para e din, kusho ma i vjetër të e din, dimri o konë, edhe se në konë gjamit, jo, po, unë s'po du mu lavdu, se kjo nuk është punë e jemi, është punë e juja, po du mu lavdu juve. Se ju kur të votani, a ke pa aty, votimin këtë rast është halal, apo të këto kotijat aty me votu, kur të votani tak, me që ato pare ne mirë mbojmë gjamin. Se që nësë kena, bashkë i somes ne e kur gjo, për mirë mbojmë gjamin. O, sa del aty, gjdo mu i lyp, i mbledh, me që ato, e këto, e këtë në organizat, a, kur vjen gjami, e ki pa, kush është i regull të din këtu dimrit, mashallah, nëzejtë, radiatorat, 50 e dajkini punën aty. Që ta dhe për na vjen rryma, kur na vjen rryma gati 500 euro, po s'ka gojle. Ama në 2003-ën, pe këthejnë gjamine me zgjidit pe përmendi, ku në vetë jëmë konë me i zinë, në ta, gjamine me zgjidit pa minare, kur konë hoxha Enes, imam aty, unë jëmë konë me i zinë i ti. E kena pas një kalorifer dhe kaloriferin me pjesë, dhe e kësheshin pjesë. Nuk bëjmë, ja me punu kaloriferin të nësë, jo se problem, se e pak kesa hatin. Ftaf të konë. Tash i kena kushtet, elhamdulillah, çdo ditë po shkojnë më mirë. Bëni, thuni amin, që tash po du me bëni do, Allahu na bof nasib këtë verë me qitë në zemjen tokë. E na lashin inshallah, që çfarë zemoni na ka ardhur. Xhamia tona, e jona xhamia, vetë mirë mbajnë, duhet me shkumi vetë ata të entit për të mbrojtje të monumenteve historike, del aty Tylifar Çobani, edhe na kallzon a bën as bën.
Ana kur punojmë kur vjen muji që duhet ka 500 euro, kur kush na vet apo mundem me i mbledh ato parë, ku po i marrim në ato parë, çish po i mbledhim? Po të me përmend, bashk publik po të me përmend. Edhe nëse shumë qefi në botë më shku selami. Kur e lypa kërkesën, bëjsha kërkesë për me qitë në gjemen për të këtu, sa jo e një filozof, një pytyna, du është 1.000 euro, mi jep mu, para më dojë. Se me ta me ma boj mu projektin. Tha duhet krejt gjamis projektin, mja bo, o ti zotni, podin, po du me qitë. Podin, kur shkova në zyra atje, tek që KMF-ja, që atu i kanë zyrat, në kull, e kishë qitë, kilimin e kishë kapë kull. Unë e që zotit guën e kom pakime. Si hina drejtoresht tash, pse i kiti regullat? Tha që da të regullat hoqë? Regullat tash të mbrojtje të monumente historikeve, kë kull zbën mja qitë e kështë qitë të nisa ndek aty. Po tha në zet, a pua, në zet, a e na gjavi? Gjavi zbën. Wallahi billahi, jonë nuk po thom tash e përmenda këtë drejtoreshën, se s'kom kur gjo ma drejtoreshën, po jonë disa jonë me mujt në imshelin gjamit. Ama varo bilkabe pasha zotin e qabes, kur s'kan me mujt me imshel, po, shpirtat mundën me na imshel, me na vra po, kur t'na vra si tarit e t'imshelin. Ama vallahi ladhim, kof nevoja dhe me dek, kena me dek për gjami. Se disa kanë herë s'pe kapin këta. A di që muslimon të vujnë me dek për dinin e Zotit, muslimon të vërtet. Po duhe përmenda dhe tash se i realdi e divali gangster. Po i këshyri kanë do farë gangstera, që po dalin. A di që ka tha një farë gangsteri, është nuk e di kush dreqi është aja vëllë. Qësi, po shike do me do i zhalavatu, me që përqështu me bojnë, po ne këmë lërë zaje, hëvëtan. Tha, me muslimat tha si lumire, kish marrë vesh një mesele, tha sa ata së të pengojnë, nuk dalin në rrugë, tha. Ama u teshe me ta, o si mi mshu treni, tha. Ama për flasë për bërësidat të vërtet. Që ata që se kanë gajle, që disa vinë, adine, o ti vlo, me mbrojt njeri pasurin e ti, të mbrojt pasurin e ti, të mbrojt dinin e ti, e merë gradën e shahit lokit. Kush s'ka qef me ra shahit? Na njëherë këna me dik. Ku me marë mërë me vdik si shahit? Ku me marë? Po veç me vetë me thonë, a i kena sytë në për shahida, si tha jo, du me shku qabe, o da si ki sytë për qabe, ti ja thonë, do si ka sytë për shahida, se shahida la ketë ke, veç po të me i bo punë për atë punë. Ebu Hurera, dashurit e mi, edhe e mbylla këta. Ebu Hurera, radiallahu anhu, janisi, edhe i tha, ja Rasulallah, o i dërgumi Allahut, tha, lëte Allahun që Allahu me udhëzu nonën teme. Pejgamberi s.a.s. boni dua, Ebu Hurera unis me shku ka shpia, kur mbritit e shpia, po flasim para 1447 viteve të dashurit e mi, kur vecet kanë egzistu, po jënë konë të improvizu me brenda në shtëpi. Tha pendi ujin brenda që dikush po pastrohet, po të rëkas, po më thot nana prit o birin onës. Kur u pastru, nana e vetë dollë, kër e qeli derin i tha, o Ebu Hurera, eshhedu en la ilaha illallah, o eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. E tha shahadetin, kër e tha shahadetin, Ebu Hurera fletëroj ke pikzimit, janisi me kajt pikzimit, të nga me shku mi jep mysh dhe pejgamberit, dhe samë se e ka pranu Allahu lutjen, tha, ja Rasulallah, kad e gjebë Allahu dua, e tha të përgjigj Allahu lutjes tonde, Allahu tha e udhëzoj nanën teme, dhe tha shahadetin, tha, ja Rasulallah, ta shadhe një kërkes tjetër, tha bën dua që kush e ndin emnin teme dhe emnin e nanës teme me na dash neve për hirtë Allahut. Na e na vetë dëshmitar që na ka kopë dhe doaja e Rasulit. A ka dikush që për muslimonve, po vlas për muslimonve që se do le Ebu Hurerën. A ka dikush? Kejtë dojmë Ebu Hurerën. Transmetuesin më të madh haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shisha ajo gajlja e udhëzimit me i udhëzu njerëzit. Derdhti. Për atë arsyet dashurit e mi Zoti na bof thërsa në rrugën e drejtë, na bof pe atyne që thrasim ka e vërteta. Jena thërsa për siratul mustaqim, edhe Zoti na i marr shpirtat e siratul mustaqim, aty ka kem qelluar për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.